أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadakallahu azim. Gjëmatën ndershëm, lavdatat I takojnë Allahit Gjellëshanuhu, krijuesi gjithësisë, ai që na kënaqën me nimetet mëra, ai që na pranon për rrezikeve. Bekimet, lavdatat, po është në mëshirë kofshin për mëj pejgamberin alayhis salam, për mëj familjen e ataj, për mëj shokët e ataj, edhe për mëj këtë besimtarët të ditën e Kiametit. Gjëmatë ndershëm, s'pari thash se përgatis këmbo. Allahi Gjelle Gjelaluhu me këtë ajet I kerime I Gjelilen në drejtohet me një fjalë shumë të ëmbël. Nuk të fajtorë, nuk të gazepa, nuk të ju që keni me të mbas. Po, neve si do që tena, në thot, ja e ju helledhine amenu, o ju që keni besu, o që keni ndriqu zemrat tuja me dritën e imanit. Hasani Basri merhumin e kam pajet. Qka të ka dhështë e për Kur'anin diçka? A I ka thanë kështau, kur të njoni fjarën e Allahit, ja ejuhelledhine amenu, qilni veshët se mbas kësaj fjale ka dhe një gjanë shumë muhim, shumë me rëndësi. E me rëndësi ka këtau Allahu Gjellëshanuhu në porosajtën të largohen në pi punë të këqia, të ofrohen në punëve mëra. E që ka thot ja ejuhelledhine amenu, o ju që keni besu, ittekullahe hakka tukatihi, frikeni Allahu Gjellëshanuhu si duhet, jo frikë si pi qenit, jo frikë si pi hajdutit, me një respekt të nartë të ashtau, autoritetin Allahit të mbavë shumë nartë. Vel të ndhur nefsum ma ka demet ligat, gjdo person, gjdo musliman, ne të humëtoje, ne të mendoje, qëfar pregadije ka bo për nesër. Nesër I thot pëse a Kiameti shumë afër është, I thot nesër. Ajo mund të jetë 1000 vjet, 2000 vjet, po për Allahin është shumë e ngatë. Edhe një gjanë që I prejtet ajo e ngatë bëhet. Vettekullah, Allahu Gjellëshanu prapë thot trivjeni Allahu. Mundohi urnet Allahit I qonin vend. Inna Allahe habirun bima ta'melun. Allahi Gjellëshanuhu I di këtë punët tona, në qefësinat tona, I bohemi punët haftasi, I bohemi në qeftasi. Gjëma të ndershëm, Allahi Gjellëshanuhu në radhën e parë tha, o besimtar, frikeni Allahut me një frikë të denjë, me një frikë të majrë shumë. Që me thanë frikë? Ihfezu enfusekum min el qufri vel qebairi. Mundohit I prauni vetë në tuj, pi qufreve, pi gjinahet e mëdhoja, pi gjinahet e vogla. Pojene pi shubohat e pi ato gjanat që janë me dushim. Disa mufesir e kam bo tefsirë ndrejshë. Vettekullah, prauni ato si tuj pi haramit. Praoni veshët tuja pi haramit, praoni dorët tuja pi haramit, praoni ato fjarët tuja pi haramit, mos hilni me ato kamat tuja në për harame. Disa mufesira kanë thonë e takva e la haqe, hajthun e haqe. Mu gjindesh në atë vend të ka ndalu Allahu Gjellëshanu. Mu largohesh për ataj vendit që ka porosajt Allahi ataj tena. Allah në ka ndalu mujena në për ato kafanet e këshia,
Në ka porosit tena në të shpajnë Allahit në gjami. Hazreti Aliin e kanë pajet për fjallën takva, se takva janë 80 vende përmendet në Kur'anin Kerim. E në një kuptim të gjallë nuk mund të jape kërkush i hiq. E kanë pajet ja Ali, thamë kanë me takva. Çka do me thënë fjalla takva? Aje spjegon kështu. E takva hi el haufu min el gjelili. Me u frejk i qataj Allahit që madhnia ta është pa fund. Verrida bil kalili. Me u buj kënaqet me një gjë më të vogël. Bashkofta shëndet, bashkanka ekonomi, insanitet e i kënaqem me qatë pjestimin e Allahit që ne ka dhënë. Vel amelu bima fit tenzili. Takva thot është me punu si mbas udhëzimeve Kur'ani Kerimit. Si në porosetën Kur'ani Kerimi ashtë punët. E katra, vel istidadu li jaumir rahili. Me u pregadit për atë udhëtimin e gjatë, për atë udhëtimin e ahiretit. Ajo udhëtim është shumë i gjatë e ne do pregadit ndoja shumë. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem me një hadithi shërif thot: El qejisu men dane nefsehu ve amile lima ba'del maut. Vel ajizu men etbe'a nefsehu hevaha ve temenna alallahil emaniyye. I menqëm, me ne pajtë dhe kanë kusha i menqëm, dhe thau në bushi i menqëm. Ki e i menqëm? Jo, për nga beri thot në rejshe. I menqëm a thot që e sundon vejtin e vetë. I ka bu frenë vejtit vetë. E pravën për harameve, e në gjithë mund pregaditet për atë jetën në bas vdekje. Po ma agjis, ma i dobet, kusha, që njëri që s'ka punau hiq, nuk bun i badet hiq, Allahit nuk i prullet hiq, e në manë fund tot, unë janë gjenneti Firdaus. Ki e ma i dobet, ma pa mend. Kush ka marrë bereqet pa mjell hiq kur gjanë. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuk duhet t'i komentet pak dhe shpashtam. E Bazer i ti paska tha, ja e Bazer, gjeddidi sefinet e fe innel bahra amik. Sa të mundi shatë brodin regulohe, kontrolohe se detin e ki shumë të fel. Këta unë baksa të gjeddin, si të la ishte. Gjeddidi sefine këta maksat është imani. Imanin forsonja se si mos e kesh imanin, e në asë një ibadet nuk pranohet. Ve khudhi zate qamilen, mirë një pregadim të mjaftushme se rrugën e kini shumë të largë, e në të holla, e në gjana qera që në nevojitin. Ve ahlisil amele, ato punët tuja, ibadetet tuja, bëni të pastra, të sinqerta, jo dhe i bëj këtë ibadet, am lavdëroj dhe kush, am pa dhe kush, të reklamohena, ajo është e jasakme. Kush të është për me u prenu ibadeti, ikhlasi. Ikhlasi, sëf mendimi të jetë ibadeti për Allah, as për pejgamber, as për melekë. Fe inë nakide besir, se thot ato, ibadetet që i boni ju, sa do që i boni të nqefta, reklamohi, po Allah i gjënë shanu i di edhe i sheh, e në si mbas mendimit që është ka të paguje. Me hapi fil hamle, ato barnat, ato rënsenat, ato gjinahet që i kini marrë në shmajin, mundohim me të ube, me istighfar t'i pakoni, mose u dhe në shameron, në shartë hipi shtremote me një mikir në shmajin, nuk është e shumë kolaj. E Allah i gjëllë shanuhu,
neve në ka rrugën një rrugë të hapët. E ka lënë rrugën e teubes, pishpëllëkit, të pendimit, që nëse e ka lënë, për në lutën, në thot tubu ila Allahi taubeten nasuha. O robët e maj, ju jeni me gabime, ju jeni të fliqët, po unë kom ilaqe të vashëndoshi ato gabimet tuja, ato smundije tuja. Kthehit e une, kërkoni ilaqë. Se udhë ato që sa unë shedidën. Ajo udhë edhe e gjata shumë, po e ne do kjetë shumë kufine, që si kur shkojmë në haqë, që ato që shkojmë në autobus, ato tulli kufine shka përcil. E si të dhënë kufin, kontrola është. Neve, për me pas atë rrugën pak më të kolleshme, më të lehtë, duhet shahadetin pjegojë mos e hekëm. Namazin mos e në mbas, agjënimin mos e largojmë, zeqatin koqimi për zeqat mos e largojmë, po nëse kemi pasuni, po në të haqidhukun një jetën një herë duhet të bëjmë. Allahu Gjelle Shanu thot të poshtë veltendu nefsën ma kat demet ligat. Ne të mendoje gjdo kushi, gjdo person që ka mend çfarë pregadije ka bo për nesër, për ditën e kiametit, kë ka mjedhaj, kë mendon të korja. Tefsir sahibit të unë, çfarë hazırlık ka bo li jaumin jekum nasu li Rabbil Alamin. Që të dalëm një ditë para Allahit, të hapëm llogari, hajde në pajese për këtë gjëmat. Të marët e në të këshijat. Ta dihet se me të marët, hajde e marë udhën e gjennetit, me ato të këshijat dhe marë Allah i në rujt për dhe ne gjennemit. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thot, el birru la jebla, ve dhenbu la tunsa, ve dejanu la jepna, ve qënë që ma shite që ma të dinu të damë. Që atë punë të mëra që i kemi punu, Allah i di, po edhe me lekët që kemi me veti, ato i kanë registru i ka. Po edhe punë të qia, Allah i naru që kemi punu, e në ato janë të registrume, nëse në bëjmë të ube, shkujmë të Allah i me ato gjinarë. Allah i gjallë i di, edhe thot, këtë dush për nga meritë të puno si të kërshi, qka ke mjellë qatë tjetë korish. Në kem mjellë për gjennetin kemi të gjimë, në kemi mjellë për gjennemi e në ju të mbushim. Vel të nëzur nefsu ma katë demet ligat. Në të shikuje qdo kushi, qëpar pregadije ka bot për qatë ditën që jau me je firru lmer umin e khi, ve ummihi ve ebi, wa sahibet hi ve beni, një kulli mri minhum jau me idin she'nu jugni. Kujtoj ato qatë ditën e kiametit, që amalzau me babën, me nanën, me fumin shefet, hajde hikje thot pi vlan, hajde hikje pi motrën, hajde hikje pi gruën, hajde hikje në pjeto fimihin, për gjithë të lashët e veta dikjete. Një, e dita të hikja se kemi hake, ka frejk hake të kërkojnë. Një njëri e ka hapë kamën një fëmëj në gjennet të hi. A gjamaj, ka vo gabime. Bismillah s'kam cu, elhamdulillah s'kam cu. Hajde, anko, hajde, thote unë si hi në gjennem. Ma binjen e babën, ma binjen e nonën, ma binjen e vlad, binjen e motrën, ma binjen e të hoxën. Ato më të marë në qatë, e në ato në vajnë me më barabat hi në gjennem bajnë. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me hadithi shërif tjetër, me hadjetin thot, vel tendur nefsun ma qaddemet ligat, ne të shikoje, ne të mendoje qdo kushi qfar pregadije ka bo për qatë ditë që jau me te bjet du vëgjuhun dhe te svet du vëgjuh.
disa ftera do bëhen të nëzajme, si kur me fingiri ka bo, disa ftera të dalën si hana 15. Ishte për qatë ditë, përgatiteni që ftera ju i dale si hana 15, ju e nëzajme me fingiri. Allahu Gjelle Shanuhu të të vërtendu nefsun ma ka demet vikat. Ne të shikuje, ne të mendoje gjdo kushi çfarë përgatitje ka bo për ditën e kiametit. Se Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem thot, la tezuru kadema abdin hatta yus'ala an erba'in. Kama së ndaluje insani derisa pa u pajet për 4 gjana. Allah i dhe pajese për 4 senet e në mrapa dhe mundet levizjaj. An umrihi fi me etna, jetën që bune 70 vjetë, 80 vjetë, ku e hargjohë. Dhe an shebabihi fi me ebla, atë rini lëpun ku e hargjohë. Dhe an malihi fi me ktesbehu ve fi me enfekahu, atë pasunin ku e fitove, ku e hargjohë. E 4 është, dhe an ilmihi ma amine bihi. Ta i mësove diçka, po nuk e praktikova atë mësimin që e bone. E mësove namazin për se fale, e mësove agjënimin për se agjënove, e mësove nderin e babës nënës për nderin nuk e bone. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem me një hadithi shërif, kjo hadith follet shumë po dhe përdorim në ne. Seb'atun yudhalliluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhillahu. 7 persona ditën e kiametit s'kan të shohën në zeftajin e kiametit. Se në zeftajin dhe këtë shumë gjerë që dimloje njerëzit. Këto dhe i ndërhinë arshjalas. E që të kine dhe dhënë për në meri sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar punësh kemi punu, ne punujmë që ne të në ndërhinë arshjalas, me shohëm atë vujnë, atë telashen e nëzeftajës. E para është imamun adilun, një sundus i dritë. Unë e marë, jo së dhe sundusin, bënaj hoxha, bënaj zoti shpajs, bënaj majstori, bënaj punëtori, një drejtësit kena. E dita është shabun neshe e fi ibadetillahi ta'ala. Ndërhinë arshjalas dhe jetë shajrinist që ja ka fillau ibadetit, ja përvesh që ishtë në kohën e 10 vjeqares. Nuk të preset bëjë 70 vjetë, pa të bëjë bilik, e atëheraj unë e më të bëjë ibadet. Kur s'mundën të gjënoje, kur s'mundën të mba abdesin. E treta, regjurun kalbuhu fil mesgjidi. Që njëri që e ka falë një namaz, e në kraja mendja i rekejt, a dhe gjejt i në një të fali i qindajt. E falën i qindajt, pa dhe kem kuve të fali në akshami. Dhe me thonë mendja i rej ataj, shkoje të shpaja Allahit, të bëhet misafiri Allahit, edhe të dhurohet me të mëra, se follet me hadithe, se kur hinë gjamaj një njëri, ka me në i që ata ja hekën gjinahë. Hijaj të Allah, ja një pastër në sofrën atë. E boni badet, kur del për gjamaj me në i që ta ja Rabbi, atë japën prapë të gjinahë. Allah i thot, prapë gjapën, aj një mahluk i dobet, mu nderoj, unë atë mos e nderoj. Fale i kofshi, këta të gabimet. E 4 është që dhe jenë, ndërhinë arshjalas, regjulani të habba fillahi, iqtema alehi, me të ferreka alehi. Di shok, di dashamir, duhen për Allah, ato përpichen, dorë për dore, e në njëni vela asrin e këndon. Kur dahen e pe këndon njëni vela asrin e në dahen. Takohen me dashuri,
e në dahen me dashuri. E pesta, rajulun dhekër Allah e fatat ajnahu. Ndërhina shjalas dhe tjete, qaj person, qaj mashkullës, ajo femën që Allahin e ka përmend pa ndërpajaiq, me abdes pa abdes. E në ramë në shek në tim edhe pak pamët, një të zanë në gjumi, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa ente subhanet e një qënë të minë zalimin. Do t'i bën pregaditet që i gjuje qënë në sabahin mësën dhe mbrejnë. E gjashta, regjulun të sadeka bi sadekati. Ndërhina shjalas dhe tjete, që njëri që një sadaka e ka dhanë, një lamosh e ka dhanë, po jo të reklamohet, e ka dhanë me dorën e gjatë, nuk ka qejf të dhije në dorë e mashtë. Ashabët ashtu e kam pas, ato e kanë ditë, ko e kanë udhën fukarat, e ne i kanë fugat të paret, t'i marën. Unë për në mrua të mirë njësa të pare, që me ide ishtaj se kush të ka dhanë. E shtata, regjulun dhe athu imreetun dhe atemen sabin ve gjemali. Një njëri dhe jetë ndërhina shjalas, i vajnë dorë një femën e majrë, e bukur, e dashme, edhe ajo e detyron që ta faqja, hipi fregën e Allahit, hiqën e seni nuk e thjerë kaj, e në ki dhe jetë ndërhina shjalas. Veli men khafa me kamerë bihi gjennetan. Qaj që i fregët se si të dërë para Allahit, si të hapë gjavap, e në hikën për harameve, a i ka di gjennet. E foli me tini një herë, një gjennet ashte, qaj gjenneti që i përhershëm. Një gjennet ashte, dhe një familje kur ka marrë veshte, kur ka i mundë, kur ka. E në ajo është një gjennet. Me gruën ka muhabet, me gjallin ka muhabet, gjallin nanën babën i respekton, pa jo një gjennet është. Qas me to hetë, në pohën e Hazreti Umerit, kër u bo halife, ajo të hënë imami i gjematit të bëjë kalte. E nësi, sundusi, amir. Nërë për një gjallosh, i humbas, a gjallosh i shumë, i sinqert, shumë i majrë, unë qia hiq këtë punë të majra. E ne me Hazreti Umerin në gjamaj. Një femën i avunë, ta fleqë, ose ta mare të bëjë një qa, ose ta fleqë. Ki i largohet hikën, një ditë, një gruën, ne u thonë hëgjuzit qaka i, ato kando dredhina. Ajo i thot asaj qakës, kështu thot, jëm bua shik për qëtë gjallin, nuk të i majrë ka këvënej, po nuk o punë të bindohë. Alo që ka nanës të punë dhe esvasjet punë. Si dhe esvasishë, ajo i merë atë qarqafin, ose qatë mlusën e vete, e në shkon të dire gjamajës. Hirin histi, jetë si mbasëgje. Ki kur del të dire, ajo zdrohet, pajka. Mule me nanës e rash, vrava. Ajo, se ka pasat shërë, engre. Mas engre, nanës në hesi tët, po qëmë të shpaja. Ajo të shpaja, po e qëmë të dire asaj për nëzëgje. E shtaj navli e gjë. E shtaj shpajnohet, e na jo fem në i dirë parës. E të të kërkova, ndër të rao, po të gjithë të mbajt rao. Shtaj të të une, je do piskëlluj, të mbidhin mu hala, të bujnë rezil të trahan, të troshetin, ose kjetë punësh, une shkaripin. Ki mendohet, të. O Allah, thot. Une si e si një vdekë e konë. Thot, asë një herë e zbohet. Sprenoj, thot, unë të fleqën. E më lidhen ato kujshit, e barën si fajtorët, e rahën e përgjakin. Hazreti Umerit i shkon në veshëve të
Hazreti Umeri këndej beson, këndej thot, nuk besoj se unë si e di ata ai nuk faqet. E tretë e shkon këtë gjak, për stargë i thot, o halife i musliman, mo bagele se janë nevin i pasër janë, hiq nuk kemi faqet asë. Atër tabi atë gruën e dënujnë si e dënujnë, bëjnë ditë e gjuma, Hazreti Umeri gjemati të thot, o gjemat, tu kozoj një gjanë taze, na ka dalë në dinja një Jusuf i ditë, një Jusuf ka pas, a i s'prenojnë të fleqet që në ki u bo Jusuf e në ki në fleqet. E ke përmeta këto, se e në këto njërës që i bëjnë dorë të bëjnë një haram, e në hikën ata i haramit, hajde e të nërhina është e rasë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë: Ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. O muslimana, frigeni Allahut, falni 5 vakët namazin, haxhoni një muaj në Ramazanit, jip një zeqatin, hoxhëmarët, pleqët, baballarët, njerëzimësuesët, respektoni të dëkhulu gjennet e rabbikum që t'i hapni derët e gjennetit. Me një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, Ittekil meharime tekun a'beden nas, largohi pi harameve të konsiderohi ma të devotshëm. Se ulemaja bëjnë i tila, a pi haramit hikisha ma merë, a ullin Allahu të qështë në vend të ma merë. Si do tjetë, në ullin të Allah, do të që në vend, e në pi haramit dohet të hikim, i mirë në për Adem a.s. si në adhëm. Verda bima kasem Allahu alek të kun agnen nas. E nga meri sallallahu alaihi wasallam, bëhit kënaqëm, me qatë pasëni që keni, me qatë shëndet që keni, ju dhe jeni ma zeginat e zenginave. A i ka këtë dinjon, ka i gjumë zbon hiq, atë ka okupua ju, mali. Ve ahsin ila qarike të kun muslimen, ku i shi ndërohe, respektohe, nga tje dorën, boni mërë, mos i boni hile, atëherë jetë muslimani i pastrën, muslimani i gjallë. U e hibbe linnas ma tu hibbu li nefsike të kënë mu'mina. Duje shoqni, boni zemër në shtohë të gjallë, që e kur e ka një të merë e në të të gëzohesh. Ata e kur t'i bëjë një e keqe e në të dëshprohesh të kënë mu'minen. Atëherë e bote besimtari i sinqertë, mu'mini kamil. Vela tukthir dike fe inne ketret e dike të mitur kalbe. Qeshme, azgallëkun, darsmat, shtësende që bëjme, në si të përoni thët, se qeshme, gëzimit e vdesën atë imamin e insanit, e vdesën kalbin e muslimanit. Që t'i kalzim Allah e gjellë shanu hune, verës shka darsmat bëjmë, hiç se mendojmë, ka shku sabahi, ka shku dreka, ka shku akshami, ka shku sabahi, ata janë ndrau, kanë hip në për limuzina, pa mlau hiq, ai shoferi sa dhe dini në shekni, shekin i ndeki, Jakub Stupçani, forte një shembull të më i relevant. Në kohën e Resulullahit, gratë kanë bajt halka, për i kanë bajt në kohë. Në ato që kanë gra pak pambare, kur kanë njëtë për ude, i kanë kamat i kanë ujtë, ma shpet i kanë tërëtë, që të ndajhet zani e të dalet ato të i shohë. E ke i thot për Jakubi, ato ma ndullën ndorë ato halkët, po qëtejtët halkët i kanë marrë shoferët. Shoferët e kanë marrë atë limuzinën, e ka hipër u gruni vete, motrën e vete, rejën e vete, e në këto dini në shajpë,
Ndimi në shajfë, si ma keqë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadithin e dhe përfundojmë me këtë, thotë, men sallën fajre me al gjemaat, një musliman e farat sabahin me gjemaat, ka mundësia qëtë mundësia. Edhe jetë shkurt, vdes para dreke, ma të shahiden, vdekja ata është vdekja shahidi, një sabat ta falish. Di namazë jenë më të rënda për munafikat, jacaja e në sabahi. Po me i ditë ato, sa kemet ka, sabahi, sa mler ka, jacaja, ato me kanë kam më kishin, kështa të vëlqit të shkyshin të falin sabahin e në jacaj. Dhe men salën e zure, qaj që e falën drekën me gjemat, ve mate kable në asri, e në do dhe jetë shkurt, vdes para i qinëje. Mate ala ridari lajtara, Allahi për ata jashtë razi, veridvanu min Allahi ekber, Allahi si tjeti kënaqën me ne, s'ka të në gjinja asë një keqe iqë, s'ka të në prekte kërkush iqë. Dhe me salën e asri, qaj që e falën i qinëjnë me gjemat, ashta me sinceritet, me tazim, me hurmet, me khushu, e në vdes para akşamit, ishtakat alejhim gjennet. Gjenneti e lipën ata, i lutet Allahi të vaj banes të unë të bojë. Ve men salën magribe, po qaj që e falën akşamit, me gjemat, edhe vdes para jacare, jetë shkurt ndodhën, ma të makfurën le, a i vdes i pastër për gjinaheve. Po qaj që i falën jacaj me gjemat, e në vdes para dreke, a i është në gjennet i firdaus. Allah i nasip me këtë. Këta i thot të halën gjennet e bigajri hisabin bela adhabin. Të të hijen gjennet, logari e në me pas vogën dhe këtë logarin, e në hesabin ma të vogën. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shumë hadithe ka full ma të për rinistët, si rinistët i ka desh shumë, e në me rinistët e ka hap fejnë. Këtë shokët që i ka pasë e kërë ka pranon feja, atë për nga mërdhëkun, rinje i ka ndëmuar. Pra ndaj thët, i këtenim hamsen kable hamsin. Shfrizoni 5 gjana sa su kanë kaplu 5 gjana qira se dohojnë ato. Shebabe që kable heremi që. Luftoni, punoni, livizni sa i një tri nuk u pëmrej pleqësia. Sa i pqartu do të punuje, po se në punuje për gjohë. A i shkon në gjamaj kërë shorë se pantohet vetë këtë i ka po këtë të lakta. A i shkon në gjamaj, po se në bëhe në abdes. Po a i dhe në mend nuk ka në reqatet nuk i liqë. E dita, shfrizonja shëndetin sa në ku ka kaplau dhe një smuntaj. Allah i në rrujë, shlagirit insani, paralizet e në majnë, mëshë, kom ka të ndarëme, e në kamët vjendarë, e në dora jandarë, e në goja jandarë. Salve duhet të avështuj, nuk me pështuj, po Allahi, ne e folim një fjallë, Allahi nuk shë. Aha, fjallë një zullën qarë është që nuk merë hak. Allahi merë hak, duron për nuk lishon. Një fshatarë, nuk e dini, ju ma mërë me dini, a i nalë në mbuj pak. A i si të zinë të metën për mbuj, të bushi, dhe të krijetari një Gjermanit, a hoxëllarët ma, sinë që në gjamaj, i marë ato fjallët dhe me shpjellë në këtë. E Allah i gjellë shanuhu, e ka quj këdha një smuntaj, e ka ndarë gujtë më folja.
Se interesante. Ne thonë Allahi nuk sheh dhe nuk përmerba. Një katonar tjetër, foli për katonin të vujlini tu. A I hini në gjamaj më 70 vjetë. Ne jam mësau namazin fare. Ja bu këtë. E kishim një thonë që kështu që ki dhoma ju. Me shpirëllot në përzonë bidon, në qiti, e në bini bibliotekën e kemi papresh. Kur një dëm nuk I vejnë të ataj, advokatur pa pare. I ishte që është. E kështu qana. E treta thot, shfrytëzoj një kohën e lirë sa nuk I një angazhuar me dënisja, se sa një të angazhohen. Hadith ka, ditë mërë thot janë, insani nuk e di kimetin. Shëndetit një kohën e lirë, di. E katra thot, di një kimetin zingi lëkut sa su ka darë bidore. E si që di shkimetin. Edhe me seqat, edhe me sadaka, edhe jetimin, edhe fukaran dhe qëllësh, pa edhe që ta gjithë kim dhe bësh, I për me të ketë. E pesta, di një kimetin jetës dinjës, që këto ditët që I kimi, që I jetojmë, shfrytëzoni thot, se ajo vdekje do vajet të gjinjë shumë hapasas. Tregohet I tregime, njoni një bekë, asë një të madhe, buka një darsa, e ka marrë shetajtën dhe përsherë, me qishit. Kite shetajt, I kujt me një kërët, mërë në vakat. I dirë para një njëri. A njëri kërkonë Azrail a.s. E ne kapën për frejnë një shkumë. I të të hiqër se që të preva. A je pe shkumë. Hiqër të që shkove kotë. Nuk hiqëm të që unë jëmë Azraili. Azraili, a I zemë dridhet. Jë merë shpajertin. Bare thëtë shkët marë një halalëk të shpajer. Ska thëtë halalëk për ta. E në bije si dhe një thesë në bije pipi. Samarit poshtë. Te hesë për hude, e gjinë një plakë. Selam marit, selam, e në ata I paska arë dakika. O plakë, si ki halet, shumë majrë. Po me I vadit, o kënaq atë. E duhet të thëmë një laftë, po vëjnë keqë, o full. Unë jëmë Azraili, jëmë I porosajtët të të marë shpajerti. Po ki e leje, shko të shpaja, mërë një halalë. Që 10 vjetë të unë që e presë këtë ditë. Hiq nuk shkoj të shpaja, për mita kikë para, mërë ma shpajerti. Jo mu shpajerti. Po para se që marë shpajertin, I lipi. Jo, pësa të marë një abdes, ta me kërët me sishde, që këtë dheke të shohë. E që pashë që përrejtë, që pashë. Allah razı olsun.